diçka tjetër nga politika, kalojmë tek arti, konkretisht tek muzika. E dimë që tashmë janë publikuar këngët pjesëmarrëse në festivalin e RTS-s, e kënga fituese do të përfaqësoj Shqipërinë në Eurovision. Me të publikuar këto këngë, pati edhe reagime në lidhje me atës që kanë sjellur artistët për këtë edicion të festivalit dhe atës që mund të paraqitet nga Shqipëria në Eurovision. Për të diskutuar në lidhje me të gjithë këto reagime dhe këngët të cilat janë publikuar, kemi në lidhje të drejt për drejt Erdi Tejec nga Zotar. Përshëndetje, Erdi. Përshëndetje. E dim që Erdi një fort mirë Eurovisionin edhe mënyrën se si funksionan gjithë shka në Eurovision. Kemi parë që edhe me të publikuar këngët e pjesëmarrësve faktikisht në festivalin e këngës, Erdi e marrë me të gjitha prej këtyre këngëve. Në të përgjithshmen, Erdi, si të duken të gjitha këngët që u publikuan se do të jenë pjesëmarrëse në festival? Në fakt, kur dori lista e pjesëmarrësve, ishte një listë shumë e balancuar. Pra, kishte shumë emra që mund të sjellnin material të mirë, që kishin pritshmëri, domethënë emrat ishin shumë, emra të tillë. Dhe më pas të publikuan këngët me 1 dhjetor, dhe kjo listë e balancuar, në fakt u bë edhe më e balancuar. Sepse ka stile shumë ndryshëm, ka prurje të reja, ka këngë ritmike, ka balada shumë të bukura, ka elektronik prap nga Shkodra Elektronike, si rrjedhoja e saj, suksesit të tyre. Gjitha e listë tash u shndru edhe në këngë të balancuara. Pra është shumë vështirë të thuhet se një këngë del përpara ose 2 këngë siç kishim për shembull në edicionin e kaluar. Këtë vit kemi një listë më të madhe. Pra kemi diku 5, 6, ndoshta edhe 7 këngë që thuhet se njëra prej tyre mund të jetë fitues dhe besoj se shumica janë të kënaqur secili që fiton. Po, Erdi, nëse i shohim në të përgjithshmen të gjitha këto këngë, a mund të themi që po qëndrojmë ende në ujrat e njëjta sikur po shkojnë këngëtarët gjithmonë me balada në pjesëmarrjen e tyre në festival? Apo ofrojmë diçka të veçantë për Eurovisionin? Në krahasim me vitet e tjera, këtë vit kemi më shumë këngë që janë jo balada. Pra, kemi për shembull Inis Neziri që ka qenë një emër që kemi parë gjithmonë me balada, një zë shumë e fuqishme. Këtë vit ajo vjen me një këngë shumë të bukur ritmike. Kemi grupin Tracks, kemi Giti që gjithashtu edhe dance edhe elektronike të njëjtën kohë. Pra nuk besoj se qëndron aty që shumica e këngëve janë balad, nuk është e vërtetë. Fakti është që kemi edhe këngë të tjera. Sigurisht, balada gjithmonë do jetë një përqindje më e madhe e këngëve që është në festivalin e këngës, duke ditë faktin që ekzekutimi i këngëve balad nga orkestra e radiotelevizion të Shqipërisë, këtë rast, është më e lehtë dhe shumica do të anojnë në ata. Po këtë vit kemi këtë ndryshimi që kemi këngë edhe ritmike, pra është një ndryshim i mirë, një balancë gjithashtu edhe në zhanret e këngëve që kemi. Kështu që besoj që është një ndër vitet më të forta të festivalit. Po, Erdi e konsiderova një prej viteve më të forta të festivalit, por sipas te duke pas parasysh se ke përcjell gjithçka që ka ndodhur me festivalin, edhe viteve të kaluara, po edhe tani me publikimin e këngëve. Për cilin këngë ka më së shumti reagime? Cila këngë po pëlqehet më shumë? Reagimet ndryshojnë nga ajo le të themi lokale, shqiptare në atë që është internacionale. Ky është dallimi ndoshta që duhemi me bë të gjithë. Në anën shqiptare kemi një pëlqim të jashtëzakonshëm ndaj këngës së Alisit me këngën Non, që është me një tekst mund ta them të shkëlqyer, me një mesazh shumë të çmuar, sidomos për neve shqiptarët, sepse
flet për mallin, le të themi, të familjes që ka për të gjithë ata që jetojnë jashtë shtëpisë, larg shtëpisë, jashtë vendit të tyre. Pra ka një tekst shumë të mirë që shumica e shqiptarëve mund ta gjejë veten, edhe nëse jetojnë këto ose jetojnë jashtë trojeve shqiptare. Kurse në anën tjetër, pikpamja evropiane është pak më ndryshe fansave të Eurovisionit, sepse ndoshta nuk i intereson aq teksti ose çka thret kënga në këtë rast. Ata fokusohen më shumë te pjesa e muzikës, që këtë rast për shembull del Inis Neziri është përpara, gjithashtu edhe Fifi është ndër të pëlqyerat, është edhe grupi Thrax ndër të pëlqyerat. Pra aty pak dallon e gjithë gjëja se e shohin të huajt edhe ne shqiptarët. Po prej këtyre 3 emrave që i përmendet, cili prej tyre është pak më i pëlqyer, sepse e dim që ke kontakte edhe me këtë grupin e fansave të Eurovisionit. Shiko, unë personalisht kam dikush 7 këngë që më pëlqejnë, dhe secili nga ato që shkon, unë jam shumë okay që ta përfaqësoj Shqipërinë. Në këtë listë kemi për shembull Fifin me Tiri Gjosin, kemi Alisin, kemi Inis Nezirin, kemi Sheila Haxhirajin, kemi grupin Thrax. Pra, unë nuk, do të thënë, secili këngë dallon nga njëra tjetra, normal, po secila këngë është e bukur në zhanrin që është. Pra, secila ka një bukuri tjetër se tjetra. Është vështirë ta bëj krahasimin, madje unë pata një bisedë edhe me stafin e radio televizionit, sigurisht me Hajgare, i thash që shpresoj këtë vit nuk më ftoni të jem juri, sepse e kam detyrën shumë të vështirë. Pra, ata që do jenë juri këtë vit në festival, definitivisht e kanë punën vërtet të vështirë. Ende nuk dihet kush është në juri, apo ka emra që... Jo, është ende shumë herë për të caktuar anëtar të jurisë, me shumë gjasa një bisedë është bërë me ekipin organizues të festivalit se kush mund të jenë emrat, por ende shumë herët edhe është më mirë të mos publikohen emra, sepse ndonjëherë ka mundësi që të ketë edhe presion për jurin këtë rast. Shumë herë anëtarët e jurisë të festivalit publikohen ndoshta 1 ditë ose 2 ditë para festivalit, ose në natën e parë të festivalit bëhet publike kjo gjëja e jurisë. Erdhi për fund, top 3-shja jote. Unë të që kam 7 këngë, se kanë që me bëni top 5. Prej 7-ve zbret në 3. Okej, po zbras. Është Fifi me Tiri Gjosin, Inis Neziri, edhe Sheila Haxhiraj. Fifi me Tiri, Inis dhe Sheila. Okej. Unë mund të jap vetëm një. Kilta. Faktikisht i kam 2. Mendoj që fituesi do të jetë mes Fifit dhe Tirit edhe Vedati. Vedat Ademi. Okej, edhe Vedati është një zë shumë unik në, le të themi, në muzikën tonë shqiptare. Kënga është gjithashtu e bukur, një vola shumë e bukur që e ka sjellë Vedati, po shiko, është një vetë siç thash i vështirë, është shumë të dalë pa kënga e Vedatit. Por gjithsesi Vedati e ka atë suksesin e jashtëzakonshëm edhe me zërin e tij. Pra besoj që ai do ta sjellë në mënyrë shumë tjetër në performancën live me zërin e tij këngën që ka. Kështu që pse jo, ndoshta edhe Vedati mund të jetë në këtë top 7 të timit të jetë vendi i 8, kush e di. Flasim pas festivalit dhe komentojmë patjetër edhe fituesin. Erdhi, faleminderit shumë. Faleminderit që tash gjithmonë kënaqësi. Ishim me Erdin për të diskutuar në lidhje me reagimet